Kuvendi i Shqipërisë e nis vitin 2026 me një autokritik, duke hartuar një plan veprimi prej 27 faqesh që premton të korrigjojë sjelljet e deritanishme, kryesisht ato që janë në dorë të mazhorancës. Dokumenti që është në zyrën e kryetarit të kuvendit i lë detyrë Niko Peleshit që në mënyrë periodike të takohet me krerët e grupeve parlamentare, me qëllim që të rrisë dialogun dhe të ulet polariteti politik që është përfshirë si shqetësim në dokumentet e BE-s. Plani përfshin që deputetët të trajnohen në mënyrë të vazhdueshme për sjelljen e tyre dhe kryetarët e grupeve dhe krerët e komisioneve të japin këshilla periodike sjelljeje për anëtarët e parlamentit. Gjithashtu kuvendi angazhohet të rrisë kontrollin mbi qeverinë. Siç thuhet në dokument, kjo do të arrihet duke përdorur intensivisht interpelancat, pyetjet dhe mocionet, duke thirrur ministrat në komisione apo duke ngritur komisione hetimore. Për të gjitha këto çështje, opozita ka akuzuar në vazhdimsi mazhorancën se nuk e ka lejuar të ushtrojë kontrollin parlamentar, duke mbrojtur qeverinë. Në strategji, kuvendi angazhohet të miratojë brenda korrikut 2026 reformën zgjedhore. Pasi Bashkimi Evropian ka kërkuar një reformë gjithëpërfshirëse që u jep zgjidhje kritikave të Odirit, ndër të tjera ato që lidhen me abuzimet me fondet publike dhe garën e pabarabartë në zgjedhje. Parlamenti rinis punën më 19 janar dhe në 2 seancët e para parashikon të votojë ndër të tjera edhe ndryshimet në ligjet për reformën në drejtësi, si dhe të miratojë një ligj të ri për median.